Kryeministri Edi Rama inspektoi qendrën e kontrollit të trafikut ku bashkërendonte një sër projektesh dhe skuadrash dhe ku gjithçka do të ndërlidhet me programin Smart City. I shoqëruar nga zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës Belinda Balluku, dama u njoh dhe funksionimin e sistemit të ri, i cili do të ndërlidh rrjetin rrugor kombëtar me sistemet e monitorimit brenda qyteteve të vendit. Rrjetin e kamerave inteligjente dhe me inteligjencë artificiale që do bëjnë të mundur që në kohë reale të mblidhet i gjithë informacioni në çdo metër, jo në çdo kilometër, për të gjitha natyrat e problematikave dhe më në fund të largohet edhe policia nga pritat në rrugë, por ama të jetë e gatshme në çdo moment që me sinjalizimin e këtij inspektori virtual të vihet në lëvizje. Kryesocialisti Edi Rama më pas ndaloi në ambientet e ish-uzinës së Bakrit në Rubik, e cila sipas tij do të transferohet në një fabrikë moderne armësh, duke u kthyer në një nga pikat strategjike të industrisë së mbrojtjes në vend. Ekonomisë ne nisim me investimet e para për krijimin e qendrave të prodhimit të industrisë ushtarake. Dhe këtë kompleks e kemi identifikuar si një nga pikat ku do të investohet dhe do të prodhohet për forcat tona. I shoqëruar nga përfaqësues të qeverisë dhe autoritetet lokale, Rama nuk i kurseu as batutat me demokratin e Bashkisë së Mirditës, Albert Mëlyshi, duke thënë, edhe pse nuk është socialist, është një djalë i mirë.